Përshëndetje YouTube, për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Mirsa dhe ky është vlogu im I dytë në YouTube. Atëherë, në këtë vlog do të bisedojmë rreth ardhjes time në Gjermani, vështirësive që pata dhe mundësive që mu ofruan. Do flasim gjithashtu edhe për mënyrën se si veprova unë për të patur disa lehtësira me kartën e shëndetit e tjerë. Atëherë, si fillim, unë duhet ju falenderoj të gjithëve për të gjitha review-t pozitive që më keni dhënë, për çdo koment që më keni dërguar, për çdo mesazh, për çdo like dhe për çdo shikim në kanalin tim në YouTube. Kam marrë vërtet komente pozitive, nuk e prisja të merja vërtet kaq shumë dhe për këtë gjë ju falenderoj shumë dhe ju dua shumë të gjithëve. Më keni dhënë shumë forcë në suportin tuaj. Atëherë, udhëtimi im në shtetin gjerman, udhëtimi I parë ishte në shtator të 2022-shit. Në këtë datë, ne erdhëm vetëm për 3-4 ditë sa për të blerë një makinë dhe për të rikthyer në Shqipëri. Këto ditë unë kam ndenjur te shtëpia e Kunatës, aty mësova për punësim 26, që ishte një llotari që hidhej çdo muaj në faqen e ambasadës gjermane në Shqipëri dhe dilte një vizë punësimi. Unë e hodha këtë gjë për 14 muaj rresht, për vete, për bashkëshorten dhe për vllajin. Dhe vetëm pas 14 muajsh na vjen një email nga ambasada gjermane. Burri ishte përzgjedhur, tashmë na duhej një kontratë pune. Gjë që nuk është aq e lehtë ta gjesh në shtetin gjerman nëse nuk ke njerëz tu. Një agjenci në Tiranë ofronte, por normal të kundrejt një pagesë vajonte nga 1000 deri në 1500 euro. Por ne fatmirësisht na ndihmoi një afërmi burrit dhe ja gjeti kontratën e punës në kompaninë ku ai vetë punonte. Kështu që kontrata u gjet, tashmë na ngelte për të bërë gati dosjen për në ambasadë. Normal për këtë na ndihmoi një ndër agjencitë në Tiranë. Dosja u bë gati dhe u paraqitëm në ambasadë. Mbas diku te një jave që bërëm aplikimin, erdhi përgjigja nga ambasada dhe viza u vendos në pasaportë. Në shkurt të 2024-s, burri erdhi në shtetin gjerman, një muaj larg njëri tjetrit, një muaj e pak, tu filluan vështirësitë e para, normale, një çift që ishim mësuar 24 orë pothuajse me njëri tjetrin, na ndanin vetëm puna. Një muaj e ca larg njëri tjetrit, nuk e kishim provuar më përpara, ishte vështirësi e madhe, por ja dolëm me sukses. Pas një muaj e ca, pra në mars të 2024-s, unë vi në shtetin gjerman dhe këtu rri 3 muaj, pra vi me vizë 3 muajorëshe. Duhet të rikthehesha përsëri në Shqipëri 3 muaj, duhet vija prap 3 muaj, do më thënë e kam bërë gati një vit vajtje ardhje. Atëherë, gjëja më e mirë që unë kam bërë në shtetin gjerman, ka qenë 3 muajt e parë që unë kam ardhur, nga pronari I dhomave ku ne jetonim, kam marrë një letër që vërtetonte që unë jetoja në këtë adresë. Me anë të kësaj letre dhe me anë të certifikatës së martesës me vula apostile, shkoj në bashkinë e qytetit dhe aty marr anmeldungun, regjistrohem si e martuar me burrin dhe marr anmeldungun. Me anë të anmeldungut, unë bëj aplikimin për kartë shëndeti. Më aprovohet dhe më vjen karta e shëndetit pas diku te 3-4 javësh. Kështu që në qershor unë kisha tashmë kartë shëndeti gjermane. Është gjë shumë e mirë sepse unë kisha vizitat e përfshira, kisha çdo gjë të përfshirë nga ana shëndetësore dhe kjo ishte një lehtësim sepse më përpara rrinim me frikë se mund të ndodhte diçka dhe duhet shkoja në spital, si do veproja pa kartë shëndeti, siç e dini çmimet në Gjermani janë shumë të larta. Atëherë, në 6 qershor kthehem në Shqipëri për të ndenjur një javë. Në momentin që u ktheva në Shqipëri, kisha bërë dhe biletën vajtje-ardhje, por pata frikë të kthehem në Gjermani. Pata frikë sepse I bie të thyja 3 muajorëshën dhe kisha frikë se kjo gjë më ndikonte te viza. Disa thoshin nuk ndikon, disa thoshin ndikon dhe nuk doja të merrja përsipër një risk. Kështu që ndenja në Shqipëri 3 muaj. 3 muaj kaluan shumë shpejt, normal me vështirësitë e veta, me mallin e gjithçka. Mbas një muaj e gjys, mua më erdhi burri, ndenjëm 10 ditë në korrik, bërëm pushimet bashk. Ndërkohë bëra pushime me mamën, me babin, me vllajin, me gjithë familjarët që ne kemi afër, sepse unë në Durrës kam afër shumë familjar dhe gjithë më kanë ndenjur shumë afër, më kanë dhënë shumë momente të bukura dhe I përshëndes.
Pastaj vi në Gjermani përsëri në shtator. Burri kishte qenë në gusht që kërkonte për të marrë shtëpi sepse na duhej një shtëpi për të bërë bashkimin familjar, sepse nuk mund ta bënim atje. Dhe më thoshte është vështirë gjesh, nuk po gjej dot. Unë nuk e besoja. Thosha, jo, po të kesh lekët, nuk është e vështirë. Mendoja se ishte si në Shqipëri që takon një agent imobiliar, gjen një shtëpi dhe kaq. Por jo, ishte gjëja më e vështirë që unë kam hasur deri tani. Kam kërkuar, kam çuar email, kam shkuar në përzyra imobiliare, kam takuar njerëz, kam lënë adresën, emailit, kam lënë numrin e telefonit. Të gjithë më thoshin do të kontaktojmë sapo të gjejmë një ambient përshtatshëm për ju. Por jo, edhe sot mbas një viti, asnjëra nga ato agjenci nuk më ka kontaktuar. Kështu që është një hap i kot. Dikush që njohim na dha një adresë emaili të një agjente imobiliare të qytetit tonë. Dhe shpresat më kishin humbur, besimi më kishte humbur. Isha shumë e mërzitur dhe thash, okay, po e provoj dhe njërë këtë si hap. I çova një email asaj zonjës edhe i shpjegova gjithë vështirësinë time. Ndoshta e çova dhe pak më gjatë se ç'duhej si email, por sa po ja kam dërguar, nuk kanë kaluar as 5 minuta dhe mua më vjen një email nga ajo. Më dërgon një shtëpi brenda buxhetit që unë i kisha thënë, në rrezën e kilometrave që unë i kisha thënë, dhe ishte vetëm 4-5 kilometra larg nga puna e burrit, kështu që ishte perfekte për ne. Më thotë që nëse dëshiron mund vish të shohësh nesër. Ishte wow, një lajm shumë i gëzuar. Vi e shikoj, të gjitha nuk na dha asnjë përgjigje live. Na tha do ju kontaktojmë me email. Kaluan gati 10 ditë, 15 ditë dhe asnjë kontakt. Në datën 15 tetor, në letra thuaj që duhet të hynim në shtëpi. Por ishte data 10 tetor dhe ajo nuk na kishte dhënë asnjë përgjigje, asnjë konfirmim. Kështu që mendova, as këtë herë nuk e gjeta shtëpinë. Por gjejeni pak. Më vjen një email kontrata. Ishte firmosur kontrata e qeras. Dhe shtëpinë e morëm. Shtëpia ishte bosh. Gjithçka ishte, vetëm muret, ishin dhe dritare, dyert, asgjë tjetër. Në momentin e fillimit, më kujtoi një shprehje e mamit dhe babit që thoshin, ne kemi nisur nga luga. Më dukej një gjë, okay, si gjithë tjerët dhe ju. Por, ishte gjëja më e vështirë, të blesh çdo gjë nga fillimi. Normale, nuk ishte mundësinë që ta arredonim në mënyrën që ne donim ose në mënyrën që ne ëndërronim, si çdo njeri që arredon shtëpinë e tij të parë në një shtet të ri. E kemi arreduar me gjëra minimaliste, normale, të rehatshme, komode, kemi bërë një shtëpi të ngrohtë për ne të dy dhe ishte shtëpia ime e ëndrave. Edhe pse nuk ishte çdo gjë perfekte, shtëpia ime. Është vetëm një vend ku ndihem më vërtet që jam në shtëpinë time dhe për këtë jam shumë e lumtur sepse është një arritje që e kemi bërë ne të dy. Pastaj erdhi sfida tjetër që të bënim bashkimin familjar, unë duhet merrja kursin e gjuhës. Më dukej shumë e vështirë për ta marrë. Kisha ngjuar njerëz që e jepnin nga 2 herë, nga 3 herë dhe nuk e merrnin dot. Kisha ngjuar dhe njerëz që më thoshin e kemi marrë me herën e parë. Më dukej shumë sfilitse, kisha shumë frikë se nuk e merja. Thosha, po sikur të ngel, po sikur mos ta marr. Më vinte edhe turp nga njerëzit ngelja, më vinte edhe inat me veten. Unë kisha bërë gjermanisht, kam bërë gjermanisht kursin e parë, kam nisur kam qenë 17-18 vjeçë, pra 2014-2015, por nuk mbaja mend asgjë nga ajo. Kisha bërë një kurs online, por që nuk kam mësuar asgjë nga ai kursi online, ishte thjesht një harxhim i kot lekësh. Pastaj hapa YouTube-in dhe kam parë diku te 1 muaj rresht teste, shembuj provimesh, kam shkruar pafund emaile. Merja një titull emaili që mund qëllonte në provim dhe mund ta kem shkruar 10-15 herë një email. Pothuajse e kam mësuar të gjithë anjishin në mënyrë autodidakte. Në momentin që unë kisha provimin, emocionet ishin shumë të mëdhaja.
Hyra tek salla e provimit dhe aty më duk sikur i dija. Prap kisha frikën, thoshta ndoshta më duket mua sikur i di, por nuk i di. Bëra provimin, pastaj ishte provimi me gojë. Atë tekstin e prezantimit mund ta kem lexuar 100 herë dhe prap kisha frikë. E thash prezantimin, bëra pyetjet që më ranë, gjithë procedurën dhe të secila pjesë unë kisha humbur vetëm 1.5 pikë. Pra unë tek provimi kam marrë 83 pikë. Nga 60 pikë që duam për të kaluar, kisha marrë vlerësimin shumë mirë, 83 pikë. Okej, nuk është maksimumi, se maksimumi është 100, pse jo, do doja të kisha marrë 100, por isha shumë e lumtur për veten time, sepse e kisha mësuar në një mënyrë autodidakte. Dhe kjo tregonte që e mësuara ime kishte funksionuar. Pastaj, e dija se liej takimi direkt për ambasadë, nuk e dija se merrte kohë, dhe kjo gjë nuk e kisha lënë takimin më përpara. Dhe i shkruajta asajt agjencisë që unë bisedoja për lënien e bashkimit familjar, i shkruajta që të lutem më lër një datë sepse dua ditë bëj dokumentacionin gati për bashkimin familjar. Për që jeni pak. Ajo më tha që ka data vetëm në datën 3 janar, dita më e afërt. Kështu që u detyrova të ikja në janar. Bëra takimin në ambasadë, më pyeti shumë në gjermanisht, disa thonë që nuk kemi pyetur, mua më ka pyetur çdo gjë pothuajse në gjermanisht, nuk e di, ndoshta nuk e besonte që unë kisha marrë vetë provimin. Dhe pastaj më tha që okay, do të kthejmë përgjigje. Kisha shumë frikë, thosha po sikur të vënoj 1 muaj, po sikur të vënoj 2 muaj, po sikur të vënoj 3 muaj. Kisha shumë frikë, disa thoshin mund të vënoj 1 vit. Por ndodhi mrekullia, përgjigja ime erdhi vetëm pas 1 muaj. Pas 1 muaj, unë marrë një email nga ambasada ku duhet dorëzoja pasaportën, dorëzova pasaportën dhe mora vizën. Ky ishte momenti më i lumtur i këtij rrugtimit. Normal, gjetja e shtëpisë, marrja e provimit dhe marrja e vizës. Tashmë do vija në Gjermani, po do vija me një vizë. Momenti i largimit nga Shqipëria ka qenë më i vështirë se herët e tjera, se tashmë e dija që mund të rri këtu shumë gjatë pa shkuar në Shqipëri, edhe nëse do shkoj për 2 javë, 10 ditë, 3 javë maksimumi. Asnjëherë nuk do rri më siç kam ndenjur, por kjo është jeta. Tashmë unë jetën time e kam ndërtuar këtu dhe normal duhet përshtatem këtu. Vështirësia më e madhe këtu, vështirësia më e madhe është të mos dish gjuhën. Ndihesh si me mec. Një gjë që më ka ndihmuar është anglishtja. Të paktën edhe kur më kanë thënë nuk flasim anglisht, unë kam thënë atë që dua në anglisht. Dhe edhe pse thonë nuk flasim anglisht, kuptojnë anglisht. Edhe kur thonë nuk flasim shumë mirë, më beso, flasin shumë herë më mirë se sa ne. Por, mua më ndihmonte sepse të paktën kisha një gjuhë që i thosha, a mund të flisni anglisht? Sepse shqip e di që nuk do të më kthente asnjë përgjigje. Dhe kjo gjë më ka ndihmuar pak, por pa gjuhën me vërtet është shumë e vështirë. Në datën 5 maj kisha takimin e parë për Aufenthalt, pra për lejen e qëndrimit në shtetin gjerman. Dhe isha shumë emocionuar, ishte një miks emocionesh, më dridhej gjithë trupi, kisha frikë se mos nuk e merja, isha shumë e gëzuar ndërkohë që po e merja gjitha bashkë. Nuk di se si ta përshkruaj, shkova, unë nisëm rreth orës 7:30 të mëngjesit, arritëm atje nga ora 8:20, sepse e kemi pak larg zyrën e të huajve. Shkuam atje, u regjistruam dhe më futi pak më herët se takimi për shkakun se isha shumë herët. Takimin e kisha në orën 9, por më futi që në orën 8:30. Qëlloj një zonjë shumë e mirë, na ndihmoi vërtet shumë. Ajo më dha shumë këshilla se si mund të procedoja, ndërkohë më ofroi edhe kursin e gjermanisht të sfalas, pra kursin e integrimit, deri në nivelin B1. Kështu që së shpejti do të nis edhe kursin e gjuhës, nuk do kem më vështirësi në komunikim, nuk do them më shpresën si English, por do them tashmë do filloj të flas gjermanisht. Do mundohem ta eliminoj sa më shumë anglishtin, sepse kam vënë re që kur kam ardhur këtu, kam harruar shumë fjalë në anglisht. Ose ju them a flisni anglisht dhe pastaj filloj të them një fjalë gjermanisht që më vjen në mendje, ndonjë shprehje ose ndonjë gjë, edhe pse unë gjermanisht nuk di, por ndonjëherë të mësohet veshje me ndonjë fjalë edhe
nga që nuk më vjen anglisht, e kaloj në gjermanisht. Në njërë kur së më vjen dhe gjermanisht, mundohem me gjuhën e shenjave. Duhet ja dalësh, duhet flasësh në një farë mënyre aty ku duhet. Ndërkohë kam shkuar edhe të zyra punës, jam regjistruar që mund të kërkoj punë. Së shpejti do më vinë edhe letrat leja qëndrimit me postë dhe letra që mund të regjistrohem kurs, do i këtë regjistrohem dhe të kursi, nuk e di se çfarë datash mund të ketë lira, por sa po kemi filluar, kështu që ka shumë gjëra të tjera rrugës, për momentin vetëm këto kam hasur deri tani dhe kaq ishte ardhja ime në shtetin gjerman. Përshëndetje sërish, atëherë jemi në këndin e gatimit. Unë sot për drek do të gatuaj sardele në furrë me vaj ulliri dhe me hudhër dhe gjithashtu do i shoqëroj me patate të pjekur dhe spec. Kështu që po ju tregoj procedurën në vazhdim. Dreka tashmë është gati, do bëj dhe një sallatë me lakër, do shtroj tavolinën dhe po pres që të shkoj ora 4 që burri të kthehet nga puna. Nëse ju pëlqeu ky vlog, do ju lutesha të më bëni një subscribe, një like dhe pse jo dhe një koment. Vetëm kështu mund të më ndihmoni që kanali im të rritet sa më tepër dhe të kem sa më shumë vlog për ju. Ju uroj një javë të këndshme, ju puth fort.